Kryeministri Edi Rama në cilësinë e kryetarit të Partisë Socialiste të Shqipërisë zhvilloi një takim të rëndësishëm në Vlorë, ku mblodhi Asamblenë e Partisë Socialiste për qarkun. Takimi u mbajt në ambientet e Pallatit Kulturës Labria, ku kreu i qeverisë mbriti rreth orës 12 për të diskutuar me strukturat vendore mbi ecurinë e partisë dhe hapat e ardhshëm në funksion të forcimit të saj. Ky takim vjen në kuadër të një procesi të brendshëm riorganizimi dhe rienergjizimi të Partisë Socialiste, me synimin për të rritur angazhimin politik dhe për të përshpejtuar ritmet e punës në shërbim të qytetarëve dhe zhvillimit të vendit. Edhe pse Edi Rama nuk dha një deklarat për mediat, as në hyrje dhe as në përfundim të takimit, burimet bëjnë me dije për televizionin 6+ nga Vlora, se ai e vlerësoi Vlorën si një nga motorët kryesor të zhvillimit ekonomik dhe shoqëror në vend, si dhe një shembull të angazhimit qytetar dhe politik. Në fjalën e tij përpara strukturave, Rama ka theksuar rëndësinë e unitetit dhe bashkëpunimit brenda partisë, duke kërkuar që të gjithë aktorët politik të kontribojnë për një organizim më të fortë dhe më gjithëpërfshirës. Ai ka bërë thirrje për hapjen e mëtejshme të Partisë Socialiste ndaj qytetarëve dhe për ndërtimin e një vizioni të përbashkët që synon përmirësimin e jetës për çdo qytetar. Një pjesë e rëndësishme e diskutimeve ju kushtua riorganizimit të strukturave të Partisë Socialiste të Shqipërisë në nivel vendor, si dhe përgatitjeve për zgjedhjet e ardhshme vendore. Qëllimi i këtyre përgatitjeve është sigurimi një tjetër fitoreje elektorale, duke u mbështetur në rezultatet e arritura deri më tani dhe në mobilizimin e strukturave në terren. Burime nga takimi bëjnë me dije se një fokus i veçantë i Edi Ramës ishte edhe raporti me qytetarët. Ai u ka kërkuar drejtuesve të institucioneve, deputetëve dhe kryetarëve të bashkive që të jenë më pranë njerëzve, t'i takojnë ata rregullisht dhe të dëgjojnë drejt për drejt shqetësimet dhe problemet me të cilat përballen në jetën e përditshme. Takimi, i cili zgjati edhe 2 orë, përfshiu gjithashtu diskutimet mbi punët e realizuara deri më tani, projektet që janë në proces dhe planet për zhvillimin e mëtejshëm të vendit. Në këtë kuadër u trajtuan edhe çështjet që lidhen me vizionin afatgjat të Partisë Socialiste për një qeverisje të mirë, transparente dhe efektive. Një tjetër element i rëndësishëm i diskutimit ishte rruga e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Rama theksoi se reformat dhe puna e vazhdueshme në të gjitha nivelet e qeverisjes janë kyçe për përmbushjen e këtij objektivi strategjik, duke kërkuar një angazhim të shtuar nga të gjitha strukturat politike dhe institucionale. Duket se takimi në Vlorë u konsiderua nga kryeministri në përfundim të tij si një hap i rëndësishëm në drejtim të forcimit të mëtejshëm të strukturave të Partisë Socialiste dhe rritjes së efikasitetit në qeverisje, me synim për të përmbushur pritshmëritë e qytetarëve dhe për të çuar përpara proceset zhvillimore të vendit dhe qarkut të Vlorës.